Dalja e Xhibanit në mënyrë të papritur nga shtëpia e Big Brother VIP Albania ka ngjallur shumë dyshime në publik dhe është përfolur shumë. Fillimisht të gjithë menduan se e nxori produksionin sepse dëgjuan Xhibanin të pyeste as gënjeshtër, por më pas vetë Xhibani tregoi se babai i tij ishte i sëmur dhe se ai u nis urgjent drejt Anglisë. Por së fundmi detajet e reja kanë dalë në dritë, që nxjerrin zbuluar produksionin. Xhibani së fundmi ka postuar një video me babain e tij, ku gjendja e babait është shumë e mirë. Kaq ka mjaftuar që në rrjete nisin aludimet të vërtetohet fakti se Xhibani e nxori vetë produksionin nga shtëpia dhe jo se babai i tij ishte në gjendje të rëndë. Në videon e postuar janë të shumta komentet që thonë se e gjitha ka qenë lojë e produksionit, se Xhibani la nam me hyrjen e tij për së dyti. Po pse produksioni nuk e nxori sërish me zarf të zi? Kjo për faktin sepse rrezikonte patentën e Big Brother, pasi Xhibani doli me zarf të zi për thyerje të rregullores dhe ata e rikthyen sërish në lojë.